Kemi një ngjarje të rëndë në Elbasan, një 44 vjeçare ka humbur jetën. Migena Sinani është vrarë. U hodh trupi i pajeti gruas shtatzën 41 vjeçare. Vrau në banesën bashkëshorten e tij 46 vjeçare Luiza Mullalli. Ekzekuton së pat gruan e tij Zeshine Sinani. Ka plagosur me armë zjarri ish bashkëtuesën dhe nënën e saj, si dhe ka vrarë me armë zjarri motrën e bashkëtuesës. Ka shkuar në 27 nëmi viktimave. Muasja Suela Saliaj nga bashkëshorti i saj. Viktim mbeti Mimoza Paja. 58 vjeçari vret me sipat motrën e bashkëshortes së tij. Abuzuar seksualisht e më pas është vrarë dhe hedhur mes shkureve. Ka vrarë nënën e tij mbrëmje të shtunës në përmet. Ronald Sinani hyn në dhomën e konadës së tij Migena Sinani dhe e shëllon me pistolet në kokë teksa flinte zhurmë. Viktima Klodiana Vefa, nënë e 2 fëmijëve, u qellua dyert në kokë me një pistolet. Nxorri 3 fëmijë të njitur nga banesa, u kthye brenda, mori frikën dhe goditi disa herë me mjetin prerës 38 vjeçare Mariola Metollari. Shoqëria e sotme na bën të mendojmë që ne gratë kemi arritur të gjitha të drejtat tona. Pastaj kur fillojmë e numërojmë në ato vende të rëndësishme, vërejmë që ka jashtëzakonisht shumë boshllëqe. Për ditë ne përballemi me ngjarje nga më të trishtat e nga më të tmerrshmet, në të cilat vërejmë që shumë vajza dhe gra kanë humbur jetën për shkak të dhunës, për shkak të diskriminimit, për shkak të maskilizmit dhe për shkak të patriarkatit. Këto gra nuk janë vetëm numra. Këto gra janë nënat, motrat, vajzat, miket tona. Këto gra kanë pasur ëndra dhe shpresa. Këto gra kanë dashur dhe janë dashur. Prandaj unë sot erdha në këtë skenë, sepse nuk dua vetëm të festoj bukurinë në të gjitha format e saj, bukurinë që shikohet me sy, apo bukurinë që dihet me zemër dhe me shpirt. Por erdha në këtë skenë sepse dua të nderoj guximin e gjitha këtyre vajzave dhe grave, të cilat sot nuk janë këtu, apo të cilat po na dëgjojnë, të cilat kanë frikë të flasin, të cilat blatojnë. Zgjodha skenën e Miss Universe sepse dua shumë që këto vajza të reja bukurane të frymëzohen nga guximi i grave të tjera, të frymëzohen nga guximi i grave si unë, dhe të bëhen ato zëri i një ndryshimit nga dhimbja në veprim, sepse në çdo dhimbje ka gjithmonë një farë shprese dhe sepse në çdo humbje kemi gjithmonë një leksion force. Prandaj mos harroni që bukuria e vërtet është kur fytyra është e bukur, veshja është e bukur, shpirti është i bukur, kur mendimet janë të bukura. Mos harroni që feminizmi është i përbërë nga gra shumë të ndryshme nga njëra tjetra, nga gra si ju dhe nga gra si unë. Dhe mos harroni që ju frikën tuaj mund ta merrni, ta transformoni dhe ta shndroni në një mjet me anë të cilit ju mund të pushtoni botën. Faleminderit, suksese të gjitha vajzave. Ishte Jacqueline Lagetari, një duartërgjidhje shumë të fortë. Një monolog nga një gazetare shumë e fuqishme dhe aktiviste. E pas këtij mesazhi kuptim plot dhe shumë aktual për kohët kur po jetojmë nga Zhaku, vijojmë spektaklin me vajzat tona. Kanë mbetur vetëm 6 pretendente për kurorën aq shumë të dëshiruar të Miss Universe Albania. Le të ndjekim sfilatën e fundit së bashku. Skena për finalistet tona.
I'm trying to hold my breath. Let it stay this way. Can't let this moment end. You set off a dream in me, getting louder now. Can you hear it echoing? Take my hand. Will you share this with me? 'Cause darling, without you, all the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be enough for me. Never, 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 never for me, for me. Never enough, never enough, never enough for me, for me. All the shine of 1,000 spotlights, all the stars we steal from the night sky will never be enough, never be enough. Towers of gold are still too little. These hands could hold the world, but it'll never be enough, never be I close my eyes and I can see a world that's waiting up for me, that I call my own. Through the dark, through the door, through where no one's been before, but it feels like home. They can say it all sounds crazy. They can say I've lost my mind. I don't care if they call me crazy. We can live in a world that we design. 'Cause every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what
special things I compile, each one there to make you smile on a rainy day. They can say it all sounds crazy. They can say we've lost our minds. See, I don't care if they call us crazy. Run away to a world that we desire. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. For a million dreams for the world we're gonna make. However big, however small, let me be part of it all. Share your dreams with me. We may be right, we may be wrong, but I wanna bring you along to the world I see, to the world we close our eyes to see. We close our eyes to see. Every night I lie in bed, the brightest colors fill my head. A million dreams are keeping me awake. I think of what the world could be, a vision of the one I see. A million dreams is all it's gonna take. A million dreams for the world we're gonna make. For the world we're gonna make. You're the light, you're the night, you're the color of my blood. You're the cure, you're the pain, you're the only thing I wanna touch. Never knew that it could mean so much, so much. You're the fear, I don't care, 'cause I've never been so high. Follow me through the dark, let me take you past the satellites. You can see the world you brought to life, to life. So love me like you do, la la, love me like you do. Love me like you do, la la, love me like you do. Touch me like you do, ta ta, touch me like you do. What are you waiting for? Fading in, fading out, on the edge of paradise. Every inch of your skin is a holy grail I've gotta find. Only you can set my heart on fire, on fire. Yeah, I'll let you set the pace, 'cause I'm not thinking straight. My head's spinning around, I can't see clear no more. What are you waiting for? Love me like you do, love me like you do, like you do. Love me like you do, love me like you do. Touch me like you do, touch me like you do. What are you waiting for? Urime vajza, keni shkëlqyer. Urime. Urime. E bukura është e bukur se
t'i lbyrë syt, more djalë maratonomak, por e mira është edhe më e bukur se kështu na bëhet pak nga pak. Thira këto vargje të Safos nga antikiteti për të qetësuar sa do pak emocionet e vajzave, të cilave e di që zemra ju rreh shumë fort, tani që janë shumë afër finales. Por le të shpallim edhe njëherë sonte Miss Exclusive of the World për Shqipërinë dhe më pas do të vazhdojmë me pjesën tjetër të konkurimit. Do të doja të ftoja në sken një Miss që prezantoj me mua në natën gjysmë finale. Miss World Albania 2022, Angela Tanuzi. Anxhi më lejo të filloj. Mirëmbrëma gjithëve, urime vajza. Tani do zbulojmë Miss Exclusive of the World Albania 2024. E cila është Megi Shehaj. Në spektaklin ton, derisa të arrim tek kurora e Miss Universe Albania. Kjo ishte kurora për Miss Exclusive of the World, Megi Shehaj. Urime! Urime Megi, dhe kemi mbërritur tani në një moment tjetër kulmor, sepse do të shpallim top 3-shen që me zje kemi pritur. Cila do t'jenë 3 vajzat që do t'jenë më afër kurorës së Miss Universe Albania 2024. Dhe teksa presim të mësojmë se kush do t'jetë mbretëresha e bukurisë për Shqipërinë, presim një mbretëresh të 4 viteve më parë, Paula Mehmet Ukaj. Ajo do t'sjell vendimin e jurisë. Për të mësuar se cila do t'jenë 3 vajzat finaliste. Shoqëruesja e dytë, shoqëruesja e parë edhe misi i mbrëmjes Miss Universe Shqipëria, Albania. Vajza e parë që hy në top 3-she për Miss Universe Albania 2024 është Nevro Hala. Faleminderit, Paula. Përgjegjësim për 2 emrat e tjerë, po ja ulë juve. Shumë faleminderit. Faleminderit. Vajza e dytë që kualifikohet për në top 3-she Francesca Rustem. Mësojmë se kush është vajza e tretë që kualifikohet më tej. Është Megi Shehaj. Urime 3 vajzave tona, urime bukuria e tyre. Magjeftësia e kësaj mbrëmje, bukuria e vajzave tona, por edhe mirësia e tyre. Atëherë, bukuroshe do të qëndrojnë në skenë, apo ne kemi të tjera befasi për publikun? Tashmë vajzat do të bëhen gati për sfilatën e tyre të fundit. Faleminderit. Faleminderit vajza, urime. Presim me padurim të mësojmë se cila do të jetë mbretëresha e bukurisë shqiptare për këtë mbrëmje. Silvana, kemi edhe një vizitë që ka qenë nga Miss University. Patjetër, pikërisht për këtë do të tregoja dhe do të ndaloja për një vizitë krejt të veçantë të misit më të bukur në univers për vitin 2023.
Shenis Palacios, e nisi turin e saj evropian, pikërisht me Shqipërinë tonë të vogël, por shumë të bukur. Më lejoni të falenderoj Radisson Collection Morina Hotel dhe kompaninë VIP Security që bën të mundur këtë vizitë historike për herë të parë të Miss Universit në Shqipëri. Momentet më të bukura që ajo kaloi me ne, ju ftoj t'i ndjekim përmes insertit të shkurtër. Welcome to Albania! Hello, Albania. It's the first time that I've visited your beautiful country, and I want to say thank you to make me feel part of your beautiful culture, of your beautiful history, and I'm so happy because I know more about you. Ka qenë një vit i mbushur me evente dhe gjithçka ka ardhur si rezultat i një punës të një stafi, jo shumë të madh në numër, por që i gjithi profesionist. E në fakt gjej rastin të falenderoj producentin Eduard Deda, autorin Albert Dumani, koreografen Arlin Zhugri, koordinatorin Olsi Lala, post-produksion Altin Manuka, make-up artisten Blerta Kasalla, Kamelon Studio me në krye Mirsal Hajdarmataj, për gjithë xhirimet dhe fotot, fotografi zyrtar Erik Sulaj, si dhe regjizorin më të mirë Bledar Gaçi, drejtorin fotografik Elton Pelari. Faleminderit për skenografin Pro Rent Albania. Faleminderit të gjithëve dhe shumë suksese për mëtej. Tani do vijojmë spektaklin me një tjetër çmim mirënjohje për misin e miseve. Kjo sepse ajo ka bërë histori vitet e fundit duke na dërguar në top 20 në Miss Universe. Ndjekim bashkë insertin për ta mësuar kush është. U shpall më e bukur e Shqipërisë. Duke merituar kurorën e Miss Universe Albania 2019. Finalen e madhe në Korenë e Jugut për para 500 milion shikuesish, Cindy Marina! Volebolisja shkodrane, e rritur në Shtetet e Bashkuara të Amerikës, përfaqësoi vendin ton në skenën botërore të Miss Universe në dhjetor të 2019-s. Bukuroshja shqiptare, përveç se mori simpatinë e të gjithë shqiptarëve, mahniti dhe jurinë e huaj të eventit gjigant, e cila e renditi atë në vend të 11 si vajza më e bukur në botë. Albania! Prezantuese televizive në spektakle dhe emisione sportive. Modele suksesshme për markat më të mira shqiptare dhe ndërkombëtare. Ajo është Miss Universe Albania 2019, Cindy Marina.
Zonja dhe zotrinj, mirë presim së bashku, plot respekt dhe mirë njohje për gjithë shka ka bërë për ne, për vete, për familjen e saj, Cindy Marina. Përshëndetje, përsëri. Kënaqësi Cindy që jemi përsëri në skenë. Faleminderit shumë, edhe Silvana faleminderit për ata fjalë të bukura. Ishim pak për ty. Produksioni i Miss Universe Albania Cindy ka nderin dhe kënaqësinë të ta jap këtë trofe për gjithçka që ju keni arritur pas marrjes së asaj kurore. Ai trofeu është për ju dhe çfarë mund ta thoni diçka? Absolutisht që ndihem shumë, po shumë e emocionume sonte dhe shumë e nderume të jem këtu, të marr këtë vlerësim nga gjithë stafi, një staf që e kam shumë për zemër, jo vetëm sepse kam punuar me ju, po sepse ju njoh nga afër edhe jeni të gjithë të mrekullueshëm. Veçanërisht du me falenderu Edward Dayden, producenti jon, për gjithë mbështetjen, jo vetëm si Miss Universe Albania, po edhe më pas, edhe për gjithë besimin që ka pas tek unë. Unë kam pas fatin dhe mundësinë të punoj shpesh me Edwardin dhe me gjithë stafin, edhe të zhvillojmë disa spektakla të mrekullueshme. Dhe vërtet jam emocionova duke pa klipin. Me kënë Miss Universe Albania është një nder dhe një privilegj për çdo vajzë që e man këtë titull. Edhe unë e kam shiju pa fund eksperiencën time, janë disa nga kujtimet dhe emocionet më të bukura që kam përjetuar në jetën time. Jem e nderuar edhe një herë dhe ju falenderoj gjithëve. Faleminderit, një duar trokitje për Cindy në ty. Faleminderit Cindy Marina dhe një shembull se si Miss Universe i ngre vajzat në pjedestal për bukurinë e tyre që atë ta vënë në funksion të shoqërisë, të familjes, të gjithçka e të mirë dhe vlere të vërtet. Më lejoni që edhe unë të bëj një falenderim sonte për sponsorit e këtij spektakli kaq të rëndësishme. Sponsor general është MCN Televizion, ndërsa sponsor të tjerë, Moligix, sistemi qendror i monitorimit online, Grand Blue Fafa Resort, më luksozi në bregdetin e Adriatikut, për të gjithë ju që kërkoni pushime ideale, dhe K-Day Hospital, ekipi më i mirë i kirurgjisë estetike italiane që operon në Tiranë dhe Prishtinë. Pas pak rikthehemi përsëri. Publicitet.